Një nga zonat më të prekura nga moti keq në qarkun e Lezhës është Bashkia Kurbinit. Në njësitë administrative, Mamuras, Fush Mamuras, Droj, Zhej, Shpërdhet dhe Shmëri janë krijuar problematika serioze si pasojë e prurjeve të mëdha të lumit Droj dhe kanaleve kulluese, të cilat në disa segmente kanë dalë nga shtrati duke përmbytur rreth 50 banesa dhe disa biznese. Ujti 1 metër, mërena më lokale gjithanej, të mëdhaja, kanalit pa pastru. Ka vite pa pastru. Shife ke nivel me tokën kanalin si vjet del këtu, se si rregull nuk ka bo vaki me ardh ujti pa lidhje kënej. Këtë kanali 30 vjet futu e ke nivel me tokën ujtin. Sa të vjeri ujti e bo 3 herë ka ra. Ka ra një herë tjetër para 3 vjeç, si ka dalë ka hy ujë, jo me këtë përmasa damësh, më të vogla. Këtë radhë i ka luaj Zoti, shife, ças ka marr. 1 metër gjithçka çka ka ekzistuar kret, me kompjutra, me gjona, me materiale, me frigorifera, 10 frigorifera. Çat bëj asnjë gjë, veç thjesht me lënë dyrë të hapë, të hyet dali, e të hiku. Asnjë gjë tjetër, s'ke mundësi asnjë lloj gjë e mi bë. Inshallah merr në mos bashkia, qeveria, dresi çat bëj në 10 vjet, 15 vjet biznes. Nëse e gjej jena 5 veta të siguru këtu familjar, gjithë familja, këtë familjen 3 biznese këtu. Është lokali, marketi, lavazhi, nuk ka as si pjesë lavazhit i ka marr ujti këtë makinat pa lasë gjithë çdo lloj gjëje. Ja vëj shifi makina si ka bë makina, me gjithë ata. Jo ka bë dëm pa ka 1 metër ujë mren. Edhe vetëm faj bashkisë. Kjo që një 50 milionë euro merr mitra me lapsit. Edhe fshive ka 30 vjet se nuk e ka pastru kanalin. Komplet është faj bashkisë i shtetit. Unë në orën 7 të mjesit, kryetari i bashkisë thot, kam qenë në orën 7. Kam dalë në lëvizje nuk ka qenë asnjë lloj mjetet. Mjeti ka ardhur dash ka 10 minuta, çat bëj mjeti tani ku ka bë për mytja. Po bllokimi i kanaleve 2 urove 2 tubave atje. Kryetaria e Bashkisë Kurbin, Majlinda Cara, deklaron se situata vijon të mbetet e vështirë, ndërsa strukturat e emergjencave janë paraqitur në zonat më problematike për të menaxhuar pasojat e rreshjeve. Gjithë situatën bashkia edhe gjithë shtabi i emergjencave të Bashkisë Kurbin është në terren të ndamë sipas zonave, një ndër zonat problematike që ne po bëjmë ndërhyrjen është këtu në fshatin Zhej, për shkak të prejve prurjeve të menjëhershme të prejve nga malet, po ndërhyjmë për hapjen, ndërkohë edhe në koordinim me bordin e kullimit të Lezhë, po ndërhyjmë dhe me mjetet e bashkisë, problem kemi pas argjinaturën e lumit Droj. Edhe në Droj kemi mjetet që po ndërhyjnë si nga bordi edhe bashkia. Këto 2 kanë qenë pikat kryesore ku ka pas ndërhyrjen e menjëhershme nga emergjencët. Pritën rreshje prapë dhe ne kemi nën monitorim gjithë situatën. Spari për ne kryesore është evakimi njerëzve, jeta e njerëzve dhe këtë fatmirësisht e kemi nën monitorim, nuk kemi asnjë problem me familjet. Ndërkohë në njësinë administrative Milot, disa akse rrugore në fshatrat Skuraj, Vinjoll dhe Gallat janë bërë të pakalueshme, duke izoluar përkohësisht disa zona rurale.